Jemi me themeluesin e kuvendit të Bubavecit, njërë është edhe themeluesin e këtij vendi ku gjindemi këtu pra në muzeun e Bubavecit, zotëri Xhevat Kryziu. Zotëri Kryziu, kur është ndërtu ky muzej fillimisht? Muzeu është ndërtu në qershor të vitit 2022, për më do këtë kam tu. 22, nëse s'gaboj, po deri të themelimi i këtij muzeut paraprin disa ngjarje që kanë ndodhur pikërisht këtu në këtë vend ku jemi tash në xhamin e fshatit Bubaves ku jetojmë dhe ku jemi këtu. Viteve 90-a reprezalet serboslave, dhuna sistematike, përzamja shqiptarëve, burgosja studentëve, njekja e njerëzve, vrasja e veprimtarëve, ka bërë që të del një krijesë e re që të bën diçka në aspektin kombëtar. Dhe pikërisht dalin dy zëra, dy kushtrima. Një vjen nga të burgosit politik, që ishin prapa grillave, dhe zëri i dytë ishte nga minatorët e Nëntokës. Edhe ata e dhanë kushtrimin, e dhanë signalin se ne duhet të pajtohemi se lufta dhe rreziku ishte afër nga regjimi serboslav i Miloševićit e viçeve tjerë. Prandaj rinia studentore e Pejës, ata kanë themelu, ata kanë qenë shkëndijët e para, është bën një vrasje në Pejë dhe në atë vrasje është marrë një vendim nga disa të rinj të Pejës, cilët kanë qenë të burgosur politik, e në ma vonë do t'i shohim këto është Have Shala, Adem Gravosi, Mervete Dresha, e disa djemtri që në pamundësit tonë mi përmen, ata e kanë dhënë propozimit ose idet për themelimin e një këshilli marrëkombëtar për pajtimin e plagëve dhe ngatresave, ose një këshill i unitetit kombëtar. Dhe ka ndodhur dhe ata o bën gjaki i parë o fal me 13 shkurt 1990 në fshatin Raufshiq. Dhe gjaku i dytë është fal në Krajkov të Dranasit me 23 shkurt 1990, të udhëhequr nga doktor Afrishala, i cili është i zhdukur nga forca serbe. Ka qenë një doktor shumë i zoti, shumë adhetar i madh, shumë njeri i madh, dhe ka lënë një trashëgimi të shnosh, dhe aja familje e ka bërë një punë të madhe, edhe aty kanë qenë shkëndija e dytë, dhe janë themelu tani grupe punuese nëpër kuvende komunale. Dhe o themelu edhe këshillin e Malishev me datën 18 mars 1990. Dhe një grup 3 student edhe më kanë thirrë dhe mu më Xhevat, a ki mundësi më na shoqëru në lëvizjen e pajtimit ku thonë me gjithë dëshirë, se ata kanë pa përpjekjet e mia dhe angazhimin tim e kanë pas rryshë dhe kanë pas nevojë për njerëz, edhe nuk kam pritu edhe kam marrë pjesë, edhe kam qenë pjesë aktive. Dhe gradualisht me datën 15 maj 1990 është mbajt një tubim në anën tonë në kishën e Zdakoçanit për ditën e pashme, jenë falë disa gjaqe, plagë dhe ngatresa. Dhe aty unë isha musafir i atij kuvendi dhe më pëlqej ideja e afrimit dhe ne e kishëm me datën 26 prind, e kishëm ditën e Fitër Bajramit. Dhe mendova me shokët, me grupin tem të Malisheves, që janë 30 shokë aty, shihen tash do t'i shohim edhe ata, edhe bisedova për idenë time të përkrahur edhe nga fshati Bubaves, ishte Bejtallah Kryziu, Latif Kryziu që ishëm bashkë, edhe ata më përkrahen idenë time, edhe shokët e grupit, edhe lajmërova këshillin që ndroi profesor Antonin e canin e grupin, edhe ata u pajtuan që në datën 26 prill të mohet kuvendi Bubavesit, ku shihet aty 1990, dhe ku jenë falë 40 e sa gjaqe e shumë plagë dhe ngatresa. Dhe mbasi që është bërë një punë e madhe voluminioze, pastaj unë pata rastin nga folklorja, më thanë rinia e fshatit Deçan se ne i kanë organizuar me një majt e Verë të Lukës, aty ka majt edhe më herët, edhe unë thash miru pa shumë të Verë të Lukës me një maj, edhe ishin gazetar, edhe media të huja dhe mendore, edhe mas, edhe kur dulë me një majt e Verë të Lukës, dikujt rreth 2 milioni shqiptar, atje edhe Serbia dulë me tenka, dulë me arsenal ushtarak,
falë Zotit e intervenimit të Zekria Canës, e përshtej pa gjakdjera se kemi qenë rrezik se 3 tanë fillon me hyp mitenka. Edhe ishëm parë basost, edhe ish ditë çka kish ndodhur aty. Po falë Zotit intervenimit të profesor Zekria Canës, kemi shpëtu pa gjakdjera, patëm të lashe, kemi marrë në për kadronosi, kanë gjujti, kanë thyr gjama, kanë plaguar njerëz, po gjakdjera nuk pas shoqëruar Zoti dhe shpëtuam si mas miri. Dhe kështu që, domethënë, ishte një situatë asaj kohe, e kanë bërë një punë jashtëzakonshme, na kanë ndihmuar mediat, gazetarët, njerëztarë, tu i folë për pajtimit, tu i folë për rëndësinë e unitetit, edhe kështu që kemi arrit në 90% të rasteve të pajtojmë ka qenë në truhet shqiptare. Pastaj kemi pajtuar deri në Amerikë, në Maqedoni, Preshev, Malzi, gjitha një trojë shqiptare, pastaj kemi kalu edhe në Shqipëri pasi që u thyn kufit, edhe kështu që lëvizja kombëtare, pajtimi i xhaçev e ka bërë një punë mrekullueshme, një punë të jashtëzakonshme, bile ajo që është kryesore që duhet me theksu, lëvizja pajtimi i xhaçev në Kosovë e ka pengu edhe ka shnjeros gjakmarrjen. Vras shumë pinalmi, po gjakmarrjen kemi pengu edhe ju po ndëgjoni vras ka, po gjakmarrjen nuk ka në Kosovë. Domethënë, gjakmarrjen e kemi eliminu me besë, me ndërmjetësim, me organizim, me pajtim, edhe kemi arrit ta me emërdu, njerëz duke marrë lart, të falënderojnë Zotin, edhe pe kuptojnë peshën e problemit dhe peshën e unitetit kombëtar. Domethënë, lëvizja pajtimi i xhaçeve ka bërë një punë të madhe, një punë të jashtëzakonshme, edhe jemi mundu që na t'i lëm ato gjurmë, ka kemi rrugtu si shoqëri, mjavlon gjenerata të reja, se ta nuk i din, prandaj kemi themeluar edhe këtë muze që të ta keni ta dinë se çka ka ndodhur me neve, ka kemi rrugtu, ku jemi kanë, çfarë faze kemi kalu. Pastaj e patëm edhe luftën, pastaj erdhi krijesa tjetër, lufta uçekes, u bën djakt u armatosen, i dunë Serbisë, edhe ndodhi erë me të realizimi pavarësikuar dhe deklarata aty bashkë me ata burra që kanë ndihmuar dhe faktorin ndërkombëtar, NATO, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është shumë ndërkombëtar, edhe jena këtu ku jena falë Zotit edhe asaj pune, asaj gjakderi dhe atij pajtimi, atij uniteti, atij bashkimi kombëtar që jena këtu sot ku jena. Ti ke marrë pjesë në shumë pajtime të xhaçev. Po a mund me ndaj ditë specifike kur pajton ndonjë xhak? Ne kemi janë ato 40 raste, edhe tjera që kanë marrë pjesë, edhe shumë xhak që kanë marrë pjesë, shumë plagën katresa, se gjithë secili xhak e ka dhimbje dhe ka specifikën e vet. E ka madhështinë e vet, e ka vujtjen, dhimbjen, po dhe ka kranarin. Po një rast që e kemi që unë e përmend çdo rast, e kemi aty është një burr, një Rustem Ramgashi, nga fshati Çabixhiklinës, aty kanë jetu 2 fet, edhe musliman edhe të krishterë, dhe djalin e tij ja myshin besimit katolik. Dhe ai zotëria shpërngulet, e sheh që rrezik, shpërngulet të shkon në kuraci.